Sa poshtërime duhet të duroj një fëmijë derisa dikush më në fund të thotë mjaft? Brenda një shkolle që e quan veten gjithëpërfshirëse, një vajzë me bursë trajtohet sikur të mos e meritonte të ishte aty. Ndërsa të gjithë shtiren sikur nuk shohin, një nxënëse tjetër vendos që nuk do të hesh më përballë padrejtësisë. Dhe është pikërisht ky guxim i vogël që ndes flakën e një të vërtete që askush nuk do të mund ta injorojë më. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Robert Berisha kur nuk e kishte imagjinuar se të fillonte jetën nga e para do të ishte aq e vështirë sa të humbiste personin që donte më shumë. Në moshën 43 vjeçare, ky biznesmen i suksesshëm, pronar i një rjeti supermarketesh që i kishte shtrirë dyqanet e tij në mbar qarkun e Tiranës dhe Durrësit, pa botën e tij të shembej kur Marina, gruaja e tij, u nda nga jeta pas një sëmundjeje të gjatë dhe të dhimbshme. Apartamenti në Tiranë, që dikur ishte plot me të qeshura dhe plane, u shndërrua në një muze heshtjesh. Çdo cep i shtëpisë ruante një kujtim, filxhani i kafes që Marina e linte gjithmonë në të njëjtin vend mbi banak, parfumi që ende mbante erë në dhomën e veshjeve, librat për fëmijë që ajo i lexonte Besës së vogël para gjumit. Besa ishte vetëm 7 vjeçe kur humbi nënën. Ishte një vajzë me flokë gështenje kaçurela, sy jeshil kureshtar dhe një buzëqeshje që Roberti luftonte çdo ditë për ta mbajtur ndezur. Në muajt e parë pas largimit të Marinës, vajza filloi të shihte makthe, zgjohej në mes të natës duke thirrur nënën e saj, dhe Roberti ndihej plotësisht i humbur, pa ditur si ta mbushte atë zbrazëti të pamas që ishte instaluar në zemrën e së bijës. Mbledhjet e kompanisë, që dikur zinin pjesën më të madhe të kohës së tij, filluan t'u delegoheshin ortakëve. Roberti kuptoi se asnjë fitim, asnjë kontratë milionere nuk vlente më shumë se të ishte i pranishëm për Besën. Ishte në një pasdite me shi të marsit, kur po shfletonte revista në zyrën e psikologes së fëmijëve që ndiqte Besën, që Roberti lexoi një reportazh mbi qytetet jashtë kryeqytetit që ofronin cilësi më të mirë jete për familjet. Teksti fliste për Durrësin, një qytet mjaftueshëm i madh për të pasur gjithë infrastrukturën e nevojshme, por me lagje të qeta, me pemë, ku fëmijët ende luanin nëpër trotuare dhe fqinjet përshëndeteshin me njëri tjetrin. Ajo imazh preku diçka të thellë brenda tij. Tirana ishte qyteti i bizneseve, i lëvizjes frenetike, por ishte gjithashtu qyteti ku gjithçka i kujtonte Marinën. Ndoshta një fillim i ri në një vend tjetër mund t'i sillte pak paqe atij dhe Besës. Vendimi nuk ishte i lehtë. Ortakët u çuditën kur Roberti njoftoi se do të fillonte ta drejtonte kompaninë nga distanca, duke mbajtur vetëm mbledhje strategjike mujore në Tiranë. Familja e Marinës, veçanërisht vjehra, zonja Klorida, u ndje e braktisur. Por Roberti ishte i vendosur. Shiti apartamentin, mbajti vetëm një zyrë të vogël në kryeqytet dhe, në qershor të atij viti, u shpërngul me Besën në një kompleks të mbyllur në Durrës, në zonën e lagjes së pishave, një lagje me pemë dhe e qetë, plot me sheshe dhe kafene mikpritse. Shtëpia e re ishte e madhe, me një kopsht ku Besa mund të luante, dhe një verandë që shikonte nga një zonë e gjelbër. Në ditët e para, gjithçka ishte e re, vajza eksploronte çdo cep, zgjodhi dhomën që kishte pamje nga pemët, dhe Roberti filloi të ndjente se, ndoshta, ajo ndryshim vërtet mund t'u bënte mirë të dyve. Por kishte një shqetësim të vazhdueshëm, arsimimi i Besës. Në Tiranë, ajo studionte në një shkollë private me emër, kishte shoqe, mësues që e njihnin që në moshën 4 vjeçare. Të filloje nga e para do të thoshte gjithashtu të gjeje një shkollë të re, dhe Roberti nuk donte të gabonte në këtë zgjedhje. Ishte atëherë kur njohu kolegjin në Harmonia, një institucion privat i vendosur në një lagje aty pranë, që quhej për një diskurs progresist dhe të humanizuar. Faqja e internetit e shkollës shfaqte foto të fëmijëve që buzëqeshnin në klasa plot ngjyra, mësues që përqafonin nxënësit, projekte sociale dhe një seksion të tërë kushtuar përfshirjes dhe mikpritjes. Roberti caktoi një vizitë dhe u prit nga drejtoresha, doktoresha Silva Mema, një grua rreth të 50-tave, elegante, me një diskurs të artikuluar mbi arsimin transformues dhe vlerat njerëzore. Gjatë vizitës, doktoresha Silva i tregoi ambientet, bibliotekë të pajisur mirë, laborator shkencash, fushë të mbuluar, sallë arti. Por ajo që e impresionoi më shumë Robertin ishte projekti social që shkolla zhvillonte. Drejtoresha shpjegoi se kolegji Harmonia kishte një fondacion bursash studimi të orientuar drejt fëmijëve në situatë të vështirë sociale. Ideja ishte jo vetëm të ofronte arsim cilësor, por edhe të promovonte bashkëjetesën mes fëmijëve nga realitete të ndryshme, duke u mësuar empatinë dhe përgjegjësinë sociale që në moshë të hershme.
Roberti ndjeu se kjo kishte kuptim. Pas gjithë asaj që kishte përjetuar me humbjen e Marinës, ai donte që Besa të rritej në një mjedis ku vlerat njerëzore praktikoheshin vërtet, jo vetëm predikoheshin. Drejtoresha e vuri re interesin e tij dhe, me një buzëqeshje të ngrohtë, i bëri një propozim, çmendon sikur Roberti të bëhej një nga sponsorët e fondacionit. Investimi do të ndihmonte në zgjerimin e numrit të bursave, në ofrimin e uniformave, materialeve shkollore dhe madje edhe mbështetje psikologjike për fëmijët përfitues. Roberti, ende i brish nga dhimbja e humbjes dhe duke kërkuar një qëllim që do t'i sillte kuptim atij momenti të ri të jetës së tij, pranoi pa hezituar. Nënshkroi një kontratë sponsorizimi bujare dhe e regjistroi Besën në shkollë. Ditët e para të Besës në kolegjin Harmonia ishin të përshtatjes. Vajza, natyrshëm e turpshme pas gjithë asaj që kishte përjetuar, u desh pak kohë për t'u çliruar. Por shpejt filloi të zinte miqësi. Mësuesja e saj e klasës së dytë ishte një grua e re, simpatike, e quajtur Carla, e cila gjithmonë e priste me një buzëqeshje dhe e inkurajonte të merrte pjesë në aktivitete. Roberti ndihej i lehtësuar kur shihte të bien duke u kthyer në shtëpi duke treguar për mësimet, shokët e klasës, vizatimet që bënte. Ishte në një fundite, 3 muaj pas shpërnguljes, që Roberti njohu Veronika Lesin. Ajo ishte mësuese letërsie për ciklin e lartë fillor në kolegjin Harmonia, por gjithashtu vepronte në disa aktivitete jashtëshkollore. Veronika ishte 38 vjeç, me flokë të zinj të drejtë gjithmonë të krejur në mënyrë të përsosur, një mënyrë elegante të veshuri dhe një aftësi mbresëlënëse për të artikuluar ide. Ata u takuan në një mbledhje të fondacionit, ku ajo po prezantonte rezultatet e projektit të leximit që koordinonte me nxënësit bursisë. Roberti mbeti i magjepsur nga mënyra se si Veronika fliste për arsimin, për rëndësinë e dhënies së mundësive për fëmijët që kishin lindur në kontekste të vështira, për mënyrën se si një libër mund të ndryshonte jetën e dikujt. Kishte një pasion të vërtet në zërin e saj, një shkëlqim në sy kur përshkruante progresin e nxënësve. Pas mbledhjes, ata biseduan për gati një orë në parkingun e shkollës. Veronika i tregoi se ishte e divorcuar, nuk kishte fëmijë dhe se ja kushtonte jetën mësimdhënies. Roberti foli për Marinën, për dhimbjen e humbjes, për Besën dhe për mënyrën se si po përpiqej të rindërtonte jetën e tyre në atë qytet të ri. Në muajt në vijim, Roberti dhe Veronika filluan të takoheshin më shpesh. Fillimisht në evente të shkollës, pastaj në darka, kafene, shëtitje në park. Veronika kishte një mënyrë tërheqëse për të dëgjuar, gjithmonë e vëmendshme, gjithmonë me një fjalë ngushëllimi ose një këshill të mençur. Besa, e cila fillimisht u tregua e tërhequr përballë figurës së re femërore në jetën e teatrit, dalë filloi të hapej. Veronika ishte e duruar me vajzën, i sillte dhurata të vogla, interesoi për vizatimet që Besa bënte, e pyeste për mësimet. Dukej sinqerisht e interesuar për të ndërtuar një marrëdhënie të shëndetshme me njëkën e saj të ardhshme. Në nëntor, gati 6 muaj pasi u njohën, Veronika u shpërngul në shtëpinë e Robertit. Tranzicioni ishte i kujdesshëm, gradual. Veronika solli librat e saj, bimët e saj dhe dalë filloi të zinte hapësira në shtëpi pa u imponuar. Roberti ndjeu se, më në fund, pas kaq shumë vuajtjesh, jeta po fillonte të merrte përsëri kuptim. Besa dukej më e lumtur, më e çliruar. Veronika përgatiste darka të shijshme, e ndihmonte vajzën me detyrat e shtëpisë, organizonte shëtitje në fundjavë. Fotot që postonin në rrjetet sociale tregonin një familje të lumtur, Roberti i përqafuar me Veronikën dhe Besën, të tre duke buzëqeshur përballë perëndimit të diellit në park, darka në shtëpi me tryezën e mbushur dhe të dekoruar bukur. Në fillim të vitit pasardhës, pati ndryshime në organizimin e kolegjit Harmonia. Mësuesja Carla, e cila ishte titullare e klasës së tretë, ku Besa tani studionte, doli në leje lindjeje. Koordinimi pedagogjik vendosi që Veronika, e njohur për përkushtimin dhe kompetencën e saj, të merrte klasën përkohësisht. Roberti mendoi se ishte një ide e shkëlqyer. Besa do të kishte njerëkën si mësuese, gjë që, sipas tij, do të lehtësonte edhe më shumë përshtatjen dhe ndjekjen shkollore të vajzës. Veronika e mori klasën me stilin e saj karakteristik, e organizuar, kërkuese, por gjithmonë me një diskurs mbi disiplinën konstruktive dhe edukimin me respekt. Në mbledhjen e parë me prindër, ajo prezantoi metodologjinë e saj, foli për rëndësinë e rregullave të qarta, për mënyrën se si po zbatonte një sistem shpërblimesh për sjellje të mirë dhe nota të mira. Prindërit dolën të impresionuar.
Roberti, krenar, shitet e Veronika jo vetëm një partnere, por një edukatore shembullore që po formonte karakterin e së bijës. Në klas, Veronika ishte e përsosur me Besën. Lavdëronte shkrimin e bukur të vajzës, mënyrën se si u përgjigjej pyetjeve, mënyrën e sjellshme se si i trajtonte shokët e klasës. Besa lulëzonte nën ato lavdërime, kthehej në shtëpi e entuziazmuar, duke treguar yjet e arta që njerëka i ngjiste në fletoret e saj. Roberti e shite këtë si konfirmimin se kishte marrë vendimin e duhur duke u shpërngulur në Durrës, duke e regjistruar të bien në atë shkollë, duke i hapur zemrën Veronikës. Por ishte gjithashtu në atë fillim viti shkollor që Besa njohu Jonën. Jona Sula ishte një vajzë 8 vjeçare, me flok kaçurela zakonisht të lidhur në një topuz paksa të shtrembër, uniform gjithmonë pak më të madhe se ç'duhej, dhe një shikim që përziente turpin me një pjekuri të çuditshme. Ajo ishte një nga nxënësit bursiste të fondacionit që Roberti sponsorizonte. Jona jetonte me gjyshen e saj, zonja Meliha, në një shtëpi të thjeshtë në zonën e Portit të Vjetër, në anën tjetër të qytetit. Nëna e Jonës ishte larguar kur ajo ishte foshnjë, dhe babai kur nuk kishte qenë i pranishëm. Zonja Meliha punonte si pastruese në 3 shtëpi të ndryshme për të siguruar jetesën e tyre, dilte në agim dhe kthehej në fund të pasdites, e raskapitur. Jona ishte një vajzë e qetë që përpiqej të kalonte pa u vënë re. Shpesh arrinte me vonesë sepse varej nga 2 autobus për të arritur në shkollë, ndonjëherë vinte pa ushqim sepse gjyshja nuk kishte pasur kohë ta përgatiste, ose sepse parat ishin pak në fund të muajit. Rrobat e saj, edhe pse të pastra, ishin dukshëm të vjetruara, të arnuara në disa vende. Flokët, shumicën e kohës, ishin të parregull, sepse zonja Melia dilte shumë herët për ta ndihmuar t'i rregullonte, dhe Jona ende nuk dinte t'i bënte vet ato modele flokësh që përdornin vajzat e tjera. Në ditën e parë të shkollës, Besa dhe Jona u ulën pranë njëra tjetrës rastësisht. Në kohën e pushimit, Besa vuri re se Jona nuk kishte ushqim. Pa u menduar 2 herë, vajza i ofroi gjysmën e sanduiçit të saj. Jona hezitoi, por e pranoi me një buzëqeshje të ndrojtur. Nga ajo ditë, të dyja filluan të krijonin një lidhje. Besa, e cila vinte nga një realitet komoditeti dhe mbrojtjeje, magjepsej me historik që Jona tregonte, për 2 autobuset që merrte vetëm, për gjyshen që zgjohej kur ishte ende errësirë, për qenin endacak që jetonte në oborin e shtëpisë së tyre dhe që Jona e quante vetëtima. Të dyja vajzat ishin të ndryshme pothuajse në gjithçka, por plotësonin njëra tjetrën në një mënyrë të çuditshme dhe të bukur. Besa i jepte hua lapsat me ngjyra Jonës për të bërë detyrat, dhe Jona i mësonte Besës lojra rruge që ajo kur nuk i kishte parë. Në pushim, ishin gjithmonë bashk, duke ndarë ushqimin, sekretet, të qeshurat. Besa filloi të kuptonte, për herë të parë në jetën e saj, se jo të gjithë kishin një shtëpi të madhe, një dhomë plot me lodra, dik për t'ia krejur flokët çdo mëngjes. Dhe kjo e preku në një mënyrë që ajo ende nuk dinte ta shpjegonte. Por ishte gjithashtu në ato javë të para të shkollës që Besa filloi të vinte re diçka të çuditshme. Njerka, e cila në shtëpi ishte gjithmonë aq e ëmbël me të, kishte një mënyrë krejtësisht të ndryshme kur i drejtohej Jonës. Përpara klasës, Veronika e lavdëronte Besën për çdo gjë, për ngjyrën e kutisë së lapsave, për mënyrën se si ulej drejt në karrige, për shpejtësinë në përfundimin e detyrave. Por me Jonën, toni ndryshonte. Veronika bënte komente për flokët e parregull të vajzës, pyeste me zë të lartë, përpara të gjithëve, pse nuk kishte ardhur me fletoren e mbështjellë si të tjerët, pse uniforma ishte aq e zhubrosur. Një ditë, Jona arriti me vonesë sepse autobusi ishte prishur në mes të rrugës. Ajo hyri në klasë gulquese, duke kërkuar falje. Veronika ndaloi mësimin, e shikoi vajzën dhe tha, me një ton të ftohtë, se vonesat nuk do të toleroheshin, se Jona duhej të mësonte të organizohej më mirë, se kjo ishte një shkollë serioze dhe se bursistët duhej të jepnin shembullin. E gjithë klasa heshti. Jona uli kokën, mërmëriti edhe një kërkesë faljeje dhe shkoi të ulej në fund të klasës. Besa shikoi shoqen e saj dhe pa sytë e saj të përlotur. Ndjeu diçka të çuditshme në gjoks, një përzierje zemërimi dhe pafuqie. Ditët kaluan dhe situata vetëm përkeqësohej. Veronika filloi ta përdorte Jonën si shembull negativ përpara klasës. Kur ndonjë nxënës harronte të bënte detyrën, ajo thoshte, mos u bëni si Jona, që është gjithmonë e çorganizuar. Kur dikush i përgjigjej gabim një pyetjeje, ajo komentonte, shikoni, edhe Jona arriti ta gjente këtë, nuk është e vështirë. Jona u tërhoq në vetvete, duke folur gjithnjë e më pak, duke shmangur shikimin në sytë e mësueses.
Besa shite gjithë këtë dhe ndjente një frikë në rritje, një ankth që nuk dinte ta emërtonte. Në shtëpi, kur Besa përpiqej të komentonte diçka për mënyrën se si Njerka e trajtonte Jonën, Veronika gjithmonë kishte një shpjegim bindës. Thonte se Jona kishte nevojë për kufi të qartë sepse vinte nga një mjedis pa strukturë, se ishte roli i saj si edukatore të ishte e prerë që vajza të mësonte disiplinën, se kjo ishte për të mirën e saj. Roberti, i cili besonte verbërisht te Veronika, pajtoi. Mendonte se partnerja e tij po bënte më të mirën e mundshme brenda një konteksti të vështirë. Besa, atëherë, heshte, por pesha në gjoks nuk i zvogëloi. Një mëngjes, Jona arriti në shkollë me uniformën e njollosur me diçka që dukej si salcë domateje. Ajo shpjegoi, e turpëruar, se gjyshja kishte harruar talante dhe ajo ishte e vetmja uniformë që kishte. Veronika e thiri vajzën përpara klasës, shikoi njollën dhe tha, me një ton që përpiqej të tingëllonte edukativ por mbarte përbuzje, Jona, ti nuk mund të vish kështu në shkollë. Kjo është mungesë respekti për institucionin dhe për shokët e tu. Si pret të marrin seriozisht nëse nuk arrin as ta mbash uniformën të pastër. Jona u përpoq të shpjegonte, por Veronika e ndërpreu, nuk dua justifikime, dua zgjidhje. Nesër do të vish me uniformë të patëmet, ose do të më duhet të flas me drejtorinë për qëndrimin tënd këtu. Besa ndjeu lotët t'i digjnin në sy. Shikoi Jonën, e cila ishte me kokën ulur duke u dridhur. Shikoi shokët e tjerë të klasës, të cilët shmangnin shikimin, me frikën se do të ishin ata objektivi i radhës. Dhe shikoi Njerkën, atë grua që në shtëpi e përqafonte, i përgatiste darkat, i thoshte se e donte. Si ishte e mundur që i njëjti person të ishte kaq mizor me një fëmijë që kishte nevojë vetëm për ndihmë? Atë pasdite, Besa u kthye në shtëpi në heshtje. Roberti vuri re se e bia ishte e çuditshme, e pyeti nëse gjithçka ishte në rregull në shkollë. Besa u përgjigj se po, por sytë e saj thoshin diçka tjetër. Veronika, gjithmonë e vëmendshme, menjëherë hapi biseda për tema të tjera, e lavdëroi Besën për një detyrë që kishte bërë, ja largoi vëmendjen. Roberti, i lodhur nga një ditë plot mbledhje, pranoi narrativën e qetë që partnerja i paraqiti dhe nuk këmbënguli. Por Besa nuk mund të ndalonte së menduari për Jonën. Atë natë, e shtrirë në krevat, e përqafuar me arushin pelush që nëna ja kishte dhënë, ajo mori një vendim. Duhej të bënte diçka. Nuk e dinte saktësisht se çfarë, por e dinte se nuk mund të qëndronte thjesht duke parë shoqen e saj të poshtërohej ditë pas dite. Sepse nëse kjo mund t'i ndodhte Jonës, mund t'i ndodhte çdo fëmijë që nuk kishte dikë të fuqishëm për ta mbrojtur. Dhe Besa, edhe pse ishte vetëm një vajzë 8 vjeçare, tashmë e kuptonte se heshtja përballë padrejtësisë ishte, në një farë mënyre, bashkëfaqësi. Në ditët në vijim, Besa filloi të vëzhgonte gjithçka me më shumë vëmendje. Vuri re se Njerka gjithmonë kishte një sjellje shembullore kur të rriturit e tjerë ishin pranë, por që brenda klasës, kur ishte vetëm ajo dhe nxënësit, toni ndryshonte plotësisht. Vuri re se Jona nuk ishte objektivi i vetëm, por që ajo ishte, pa dyshim, ajo që vuante më shumë. Vuri re se shokët e tjerë bursisë gjithashtu trajtoheshin me një rigorozitet të tepruar, me komente therse për rrobat e tyre, materialet e tyre, vonesat e tyre. Besa nuk e kuptonte plotësisht se çfarë po ndodhte, por ndjente, me gjithë forcën e zemrës së saj fëminore, se kjo ishte gabim. Dhe diçka brenda saj, ndoshta kujtimi i nënës që gjithmonë i mësonte për mirësinë dhe drejtësinë, ndoshta pafajësia e saj që ende nuk ishte korruptuar nga frika apo leverdia, i thoshte se duhej të bënte diçka. Edhe pse ishte vetëm një vajzë. Edhe pse personi që po shkaktonte atë dhimbje ishte pikërisht ajo që flinte çdo natë në shtëpinë e saj, që i përgatiste darkën që babai i saj e donte. Dhe ishte në atë moment, në atë heshtje të ankthshme të dhomës së saj, që Besa filloi të hartonte një plan. Një plan që do të ndryshonte gjithçka. Besa u zgjua atë të enjte me një ide që nuk e kishte lënë të flinte mirë. Ndërsa hante mëngjesin, vëzhgonte të atin që lexonte lajmet në tablet dhe Veronikën që i përgatiste ushqimin për në shkollë. Skena ishte e një normaliteti absolut, por vajza e dinte se kishte diçka thellësisht të gabuar në atë harmoni të dukshme. Si ishte e mundur që ajo grua, e cila tani po priste një moll në copa të përsosura dhe po i vendoste në një enë me kaq kujdes, të ishte e njëjta që dje e kishte lënë Jonën të qëndronte në këmbë në cep të klasës për 15 minuta sepse kishte harruar librin e matematikës në shtëpi? Ideja i kishte ardhur natën e kaluar, kur Besa kujtoi një skenë që kishte parë javë më parë.
Roberti ishte në zyrë duke bërë një mbledhje virtuale të rëndësishme me ortakët e kompanisë dhe ajo kishte hyrë pa dashje. Babai kishte kërkuar të qëndronte urtë ndërsa ai mbaronte. Besa qëndroi duke vëzhguar dhe pa se, përveç kompjuterit me kamerën e ndezur, kishte një aparat të vogël të zi në tavolinë që pulsonte një dritë të kuqe. Më pas, kur mbledhja mbaroi, ajo e pyeti se çfarë ishte. Roberti i shpjegoi se ishte një regjistrues audio që e përdorte për të regjistruar mbledhje të rëndësishme, kështu nuk harronte asnjë detaj të asaj që ishte rënë dakord. Kjo i mbeti në kokë Besës. Një regjistrues. Një aparat i vogël që ruante zëra, biseda, gjëra që njerëzit thoshin. Nëse ajo mund të regjistronte atë që ndodhte brenda klasës, nëse mund t'i tregonte të atit se si Veronika e trajtonte vërtet Jonën kur askush nuk po shite, ndoshta ai më në fund do ta besonte. Sepse sa herë që Besa përpiqej të tregonte, Veronika kishte një shpjegim gati dhe Roberti gjithmonë mbante anën e saj. Por një regjistrim, kjo do të ishte ndryshe. Kjo do të ishte prova e vërtetë. Problemi ishte të merrte regjistruesin. Besa e dinte se babai e ruante aparatin në një sirtar të zyrës, por si ta merrte pa e vënë re ai? Gjatë gjithë ditës në shkollë, ndërsa Veronika jepte mësimin e gjuhës shqipe dhe korrigjonte ushtrimet e gramatikës, Besa nuk mund të përqendrohej. Mendja e saj ishte tepër e zënë duke planifikuar se si do ta ekzekutonte planin e saj. Pranë saj, Jona kopjonte nga dërasa me një ngadalësi të lodhur dhe Besa mund të shihte rrafët e zinj nën sytë e shoqes. Jona i kishte treguar në pushim se gjyshja ishte sëmur, me një koll të fortë, por nuk mund të mungonte në punë sepse përndryshe nuk do të kishte para për të paguar qiran. Po atë ditë, ndodhi diçka që e bëri Besën të ishte absolutisht e sigurt se duhej të vepronte shpejt. Ishte ora e shkencës dhe klasa po studionte për sistemin diellor. Veronika kishte kërkuar që çdo nxënës të bënte një maket në shtëpi duke treguar planetet. Besa e kishte bërë të sajnë me ndihmën e të atit duke përdorur topa polisteroli, bojra me ngjyra dhe madje edhe një bazë me drita LED. Doli e mrekullueshme dhe Roberti ishte shumë krenar për punën e së bijës. Jona gjithashtu e kishte bërë të sajën, por ishte shumë më e thjeshtë, topa letre të pikturuar me bojra uji, të varur me spango në një kuti kartoni. Kur erdhi radha për të prezantuar, Besa tregoi maketin e saj dhe Veronika e lavdëroi me entuziazëm, duke thënë se ky ishte rezultati i përkushtimit dhe kujdesit, se kështu priste që të gjithë nxënësit t'i bënin punët e tyre. Pastaj ishte radha e Jonës. Vajza e solli maketin e saj me kujdes, dukshëm krenare për përpjekjen që kishte bërë. Por kur e vendosi në tavolinën e mësueses, Veronika e shikoi, bëri një grimas dhe tha, mjaftueshëm lart që ta dëgjonte e gjithë klasa. Jona, kjo këtu është shumë keq e bërë. Planetet janë të shtrembër, piktura po bie, duket sikur e ke bërë në 5 minuta. Kjo nuk është e pranueshme. Nota 4. Jona u përpoq të shpjegonte se e kishte bërë me atë që kishte në shtëpi, se gjyshja e kishte ndihmuar edhe pse ishte sëmur, se ishte përpjekur shumë. Por Veronika e ndërpreu, nuk dua të di për justifikime. Nëse do të studiosh në një shkollë të mirë, duhet të paraqesësh punë me cilësi. Nxënësit e tjerë ja dolën, pse ti jo? Vajza u kthye në bank me syt plot lot, duke mbajtur maketin që pa pritur duke i kaq i shëmtuar, kaq i papërshtatshëm. Besa shikoi maketin e saj të përsosur, me dritat që pulsonin dhe ndiu një turp të pamas. Nuk ishte e drejtë. Nuk ishte e drejtë të krahasoja atë që ajo, e cila kishte gjithçka, mund të bënte me atë që Jona, e cila mezi kishte materiale, mund të krijonte. Atë fundite, kur arriti në shtëpi, Besa priti momentin e duhur. Roberti po bënte dush pasi ishte kthyer nga një mbledhje dhe Veronika kishte dalë për të bërë pazar në supermarket. Shtëpia ishte e qetë. Besa shkoi në zyrën e të atit, zemra i rrite fort në gjoks. Hapi ngadalë sirtarin ku e dinte se ruhej regjistruesi. Aty ishte, i vogël, i zi, me butona të thjeshtë. E mori, e fsheu brenda xhepit të pantallonave, e mbylli sirtarin me kujdes dhe u kthye me vrap në dhomë. Mbylli derën, u ul në krevat dhe mbeti duke parë aparatin e vogël. Ishte kaq i vogël, kaq i thjeshtë, por mbarte kaq shumë fuqi. Me të, ajo më në fund mund të provonte se çfarë po ndodhte. E provoi për të parë nëse funksiononte, shtypi butonin e kuq, tha disa fjalë, shtypi butonin e ndalimit dhe pastaj atë të luajtjes. Zëri i saj doli nga altoparlanti i vogël. Funksiononte.
Besa buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trishtuar, e rëndë. Një fëmijë 8 vjeçar nuk duhej të bënte këtë. Nuk duhej të fshite një regjistrues në çantë për të provuar se një i rritur po sillej mizorisht me një fëmijë tjetër. Të premten, Besa u zgjua me një ndjesi të ftohtë në stomak. E vendosi regjistruesin brenda kutisë së lapsave, në fund, poshtë lapsave dhe stilolapsave. Hëngri mëngjesin duke u përpjekur të dukej normale, u përshëndet me Tatin dhe Veronikën dhe shkoi në shkollë. Gjatë gjithë rrugës në makinën me shofer që Roberti kishte punësuar, ajo shtrëngonte kutinë e lapsave pas gjoksit, sikur të mund ta mbronte sekretin e saj vetëm me forcën e krave. Mësimi filloi normalisht. Veronika hyri në klasë me buzëqeshjen e saj profesionale, përshëndeti nxënësit dhe filloi apelin. Kur Jona u përgjigj prezent, Besa vuri re se zëri i shoqes ishte i ngjirur, i lodhur. Në kohën e pushimit, Jona i tregoi se gjyshja ishte përkeqësuar, se kishte qëndruar zgjuar gjithë natën duke i bërë kompresa, se pothuajse nuk kishte fjetur. Besa e përqafoi shoqen dhe i tha se gjithçka do të shkonte mirë, por brenda ndjente një ankth të madh. Jona ishte e raskapitur, e sëmur nga shqetësimi, dhe ende duhej të vinte në shkollë për t'u përballur me një mësuese që e poshtëronte çdo ditë. Pas kthimit në klasë, Besa priti momentin kur Veronika ishte e shpërqendruar duke shkruar në dëras, hapi fshehurazi kutinë e lapsave, gjeti regjistruesin me prekje dhe shtypi butonin e kuq. Drita e vogël filloi të pulsonte. Por regjistronte. Besa e mbylli kutinë ngadalë, e vendosi mbi bankë, mjaftueshëm afër për të kapur gjithçka që do të thuej, dhe bëri sikur po i kushtonte vëmendje mësimin. Nuk vonoi shumë dhe diçka ndodhi. Veronika u kërkoi nxënësve të hapnin librin e historisë në faqen 73. Jona kërkoi dhe kuptoi se ato faqe ishin shkëputur nga libri i saj. Duhet të ketë ndodhur kur libri i ra nga çanta në autobusin e mbushur plot ditë më parë. Vajza ngriti dorën, e turpshme, dhe tha se nuk i kishte ato faqe. Veronika ndaloi, u kthye ngadalë dhe eci drejt bankës së Jonës. Shikoi librin, shikoi vajzën dhe tha, me një ton të akull, përsëri, Jona? Gjithmonë ke një justifikim, apo jo? Ose gjyshja është sëmur, ose autobusi u vonua, ose libri është grisur. Kur do të mësosh të kesh përgjegjësi? Jona mërmëriti një kërkesë faljeje, por Veronika nuk ndaloi. Ti e di se çfarë mendoj unë? Mendoj se ti nuk e vlerëson mundësinë që po të jepet. Ka fëmijë që do të jepnin gjithçka për të qenë në vendin tënd, dhe ti vjen këtu çdo ditë me justifikim pas justifikimi. Ndoshta kjo bursë po shpërdorohet. Ndoshta duhet t'ia japim dikujt që vërtet dëshiron të studiojë. E gjithë klasa heshti. Jona uli kokën dhe Besa pa një lot që i rrinte në përfaqe. Ndjeu një zemërim të pamas që i rritej brenda gjoksit, por u përmbaj. Duhej ta linte regjistruesin të kapte gjithçka. Duhej të kishte provën e plotë. Veronika vazhdoi, ti do t'i kopjosh faqet nga libri i Besës në kohën e pushimit. Pa pushim për ty sot. Duhet të mësosh se gjithçka ka një pasojë. Dhe kështu ndodhi. Në kohën e pushimit, ndërsa nxënësit e tjerë dolën për të luajtur, Jona mbeti në klasë, duke kopjuar faqe pas faqeje, dora i dhimbte, syt i digjnin nga lodhja dhe poshtërimi. Besa qëndroi me të, edhe pse Veronika i kishte thënë se mund të shkonte. Vajza këmbënguli se donte ta ndihmonte shoqen dhe njerka, duke mos mundur ta refuzonte pa u dukur edhe më mizore, e lejoi. Por para se të dilte, i hodhi një shikim të çuditshëm Besës, një shikim që vajza nuk diti ta interpretonte. Ishte shqetësim? Dyshim? Zemërim? Gjatë gjithë asaj jave, Besa e mori regjistruesin në shkollë. Çdo ditë regjistronte mësimet, komentet therse të Veronikës, poshtërimet e fshehura, kërcënimet për heqjen e bursës. Aparati i vogël po grumbullonte orë e orë regjistrimi. Besa i dëgjonte të gjitha natën, vetëm në dhomë, me kufje, dhe me çdo frazë mizore që dëgjonte, ndjente zemrën t'i shtrëngohej më shumë. Si ishte e mundur që askush tjetër nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Si mësuesit e tjerë, koordinimi, drejtoria, nuk shihnin asgjë, por kishte dikë që po shihte. Kamila Ferrati ishte 26 vjeç dhe ishte asistente pedagogjike në kolegjin Harmonia vetëm prej 8 muajsh. Ishte puna e saj e parë pas përfundimit të fakultetit të pedagogjisë dhe ishte plot ëndra dhe ideale për arsimin transformues.
Kamila ishte rritur në një lagje të thjeshtë të Durrësit, kishte studiuar në shkollë publike gjithë jetën dhe kishte arritur të hynte në Universitetin Shtetëror me shumë mundim. Ajo besonte thellësisht se arsimi ishte rruga për të ndryshuar jetë dhe prandaj ishte kaq e entuziazmuar kur u punësua në Kolegjin Harmonia, veçanërisht për të punuar me projektin e bursave. Por në javët e fundit, Kamila ishte e shqetësuar për diçka që nuk mund ta injoronte. Ajo qarkullonte nëpër klasa, vëzhgonte mësimet, ndihmonte mësuesit me aktivitete dhe kishte filluar të vinte re se kishte një model të çuditshëm në sjelljen e Veronikës. Mësuesja adhurohej nga prindërit, kishte një kurrikul të patëmet, por Kamila vuri re se nxënësit bursisë gjithmonë dukeshin më të tensionuar, më të tërhequr kur ishin në klasën e saj. Veçanërisht Jona. Kamila kishte biseduar disa herë me Jonën në korridor, e kishte pyetur nëse gjithçka ishte në rregull, nëse i pëlqenin mësimet. Vajza gjithmonë përgjigjej se po, por sytë e saj thoshin diçka tjetër. Kishte frikë aty, kishte lodhje, kishte një trishtim që nuk duhej të ekzistonte te një fëmijë 8 vjeçar. Kamila u përpoq të fliste me koordinatoren pedagogjike, profesorja Marta, për shqetësimet e saj. Por Marta ishte kategorike, Veronika është një nga mësueset tona më të mira. Ajo është kërkuese sepse I intereson. Këta nxënës bursistë vijnë nga kontekste të vështira dhe kanë nevojë për disiplinë të rrept për t'u përshtatur. Nuk mund të ngatërrojmë prerjen me mizorinë. Ajo përgjigje e la Kamilën edhe më të shqetësuar. Prerje? Ajo që ajo po vinte re shkonte përtej prerjes. Ishte diçka më delikate, më djallëzore. Ishte një formë poshtërimi që nuk linte shenja të dukshme, por që shkatëronte vetë vlerësimin e fëmijëve pak nga pak, ditë pas dite. Kamila filloi të shënonte gjëra që shihte dhe dëgjonte, komente për pamjen e nxënësve bursistë, krahasime mizore mes tyre dhe nxënësve që paguanin, kërcënime të fshehura për humbjen e bursës. Ruante gjithçka në një fletore që e mbante të mbyllur në sirtarin e tavolinës së saj. Ishte në një pasdite të mërkure që diçka ndryshoi përfundimisht. Kamila duhej të merrte një material në klasën e Veronikës gjatë orës së mësimit. Trokiti në derë, hyri, dhe ajo që pa e la të ngrirë. Jona ishte në këmbë në një cep të klasës, me fytyrë nga muri, ndërsa Veronika jepte mësim normalisht sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Vajza po dridhej, qartësisht duke u përpjekur të mbante të qarat. Kamila pyeti se çfarë po ndodhte dhe Veronika u përgjigj me një natyrshmëri të frikshme se Jona ishte me dënim sepse kishte qenë e pasjellshme. Kamila shikoi vajzën, e cila nuk tha asgjë, vetëm vazhdoi të shikonte murin. Atë natë, Kamila nuk mundi të flinte. Mbeti duke menduar për Jonën, për atë imazh të vajzës në këmbë në cep, të poshtëruar përpara shokëve të klasës. Mendoi për fëmijërinë e saj, kur kishte qenë fëmia I varfër I klasës, se si mësues të ndjeshëm kishin bërë gjithë diferencën në jetën e saj, se si kishin besuar tek ajo kur pak kush besonte. Dhe mendoi se si, nëse do të kishte pasur një mësuese si Veronika, ndoshta kur nuk do të kishte arritur aty ku ishte. Të njëjtën, Kamila kërkoi një takim me drejtoreshën, doktoresha Silva. Mori shënimet e saj, I tregoi se çfarë kishte parë, shprehu shqetësimet e saj. Por drejtoresha ishte edhe më kategorike se koordinatorja. Kamila, ti je e re, sapo ke filluar profesionin. Veronika ka më shumë se 15 vjet përvojë. Ajo e di se çfarë bën. Këta nxënës kanë nevojë për kufi të qartë. Nuk mund të jemi shumë lejues. Nëse jemi tolerant me vonesat, punët e bëra keq, mungesën e organizimit, do t'i dëmtojmë këta fëmijë në të ardhmen. Bota reale nuk do të ketë mëshirë për ta. Kamila doli nga ai takim duke u ndjerë e pafuqishme, e vogël, e padukshme. Ajo ishte vetëm një asistente, një punonjëse e sapo punësuar, pa asnjë fuqi brenda asaj strukture. Por kishte diçka brenda saj që nuk mund të dorëzohej. Vazhdoi të vëzhgonte, vazhdoi të shënonte, duke pritur momentin e duhur për të vepruar. Sepse e dinte se, herët avon, e vërteta do të duhej të dilte në shesh. Dhe e vërteta ishte më afër se sa e imagjinonte. Po atë javë, në një të premte me shi, ndodhi episodi që do ta bënte besën të merrte vendimin përfundimtar. Klasa po bënte një provim matematike. Jona, e cila kishte kaluar natën duke u kujdesur për gjyshen që po përkeqësohej, ishte e raskapitur, me vështirësi për t'u përqendruar. Bëri një gabim në një llogaritje të thjeshtë. Veronika, duke korrigjuar provimet gjatë orës së mësimit, e thiri Jonën përpara klasës, I tregoi gabimin dhe tha:
shikoni pak, Jona nuk arrin të bëj asnjë mbledhje bazike. Ndoshta matematika është shumë e vështirë për të. Ndoshta ajo duhet të kthehet në një shkollë më të thjeshtë, ku niveli të jetë më i përshtatshëm për aftësitë e saj. Nëse do të ishit në vendin e Besës, do të vazhdonit të regjistronit apo do ta konfrontonit njerëkën në atë moment? Na tregoni në komente. Jona u kthye në bankë plotësisht e shkatëruar. Besa shikoi shoqen e saj dhe pa se diçka brenda saj ishte thyer. Nuk ishin më vetëm lot të heshtur. Ishte një trishtim i thellë, një turp që dukej se kishte pushtuar gjithë qenien e saj. Jona uli kokën mbi bankë dhe nuk lëvizi më deri në fund të mësimit. As në pushim nuk deshi të ngrihej. Besa qëndroi pranë saj duke i mbajtur dorën, duke i përshpëritur se ishte e zgjuar, se ishte e mirë në matematikë, se ajo ishte gënjeshtër. Por fjalët dukej se nuk e arrinin shoqen. Atë pasdite, kur u kthye në shtëpi, Besa nuk duroi më. Priti të atin të arrinte nga puna, priti të hiqte xhaketën dhe të ulej në koltukun e sallonit. Veronika ishte në kuzhinë duke përgatitur darkën. Besa hyri në zyrën e të atit, mbylli derën pas vetes dhe tha, me një zë që përpiqej të ishte i prerë por dridhej, bab, duhet të tregoj diçka të rëndësishme. Roberti shikoi të bien dhe pa diçka ndryshe në sytë e saj. Nuk ishte vajza e gëzuar që kthehej nga shkolla duke treguar për lojrat e pushimit. Ishte dikush më e rritur, më e rëndë, dikush që mbante një peshë shumë të madhe për 8 vitet e saj. E pyeti se çfarë ishte dhe Besa, me duar që i dridheshin, nxori regjistruesin nga xhepi i çantës dhe e vendosi mbi tavolinë. Këtu, bab, duhet ta dëgjosh këtë. Por vetëm. Premto që do ta dëgjosh vetëm? Roberti e mori aparatin, shikoi të bien me një përzierje konfuzioni dhe shqetësimi dhe premtoi. Besa doli nga zyra, duke e lënë tatin aty, duke mbajtur atë objekt të vogël të zi që ishte gati të shemte gjithë realitetin që ai kishte ndërtuar në muajt e fundit. Ajo shkoi në dhomë, u shtri në krevat dhe priti. Nuk e dinte se çfarë do të ndodhte më pas, por e dinte se nuk mund të qëndronte më në heshtje. Jona meritonte drejtësi. Të gjithë ata fëmijë meritonin drejtësi. Dhe tani, gjithçka varej nga guximi i Robertit për të dëgjuar. Roberti mbeti duke parë regjistruesin për disa sekonda pasi Besa doli. Objekti dukej kaq i padëmshëm, kaq i vogël aty në dorën e tij. Ishte i njëjti aparat që ai përdorte për mbledhjet e korporatës, për të regjistruar marrëveshje të rëndësishme, detajet të kontratave. Kur nuk e kishte imagjinuar se do të përdorej nga e bija për diçka kaq misterioze, kaq urgjente. Mënyra se si Besa kishte hyrë në zyrë, serioziteti në fytyrën e saj, dridhja e duarve, e gjithë kjo e bënte të ndihej i shqetësuar. Ai shikoi derën, dëgjoi zhurmat e shtëpisë, Veronika në kuzhinë, zhurma e enëve, uji që rrite, normaliteti i përditshëm shtëpiak. Mori frymë thellë dhe shtypi butonin e luajtjes. Në fillim dëgjoi vetëm zhurma të paqarta, zhurmën e një çante që lëvizej, zëra të largët fëmijësh. Pastaj i qartë dhe i pagabueshëm, zëri i Veronikës duke i uruar mirëmëngjes klasës, duke u kërkuar të gjithëve të hapnin fletoret. Një mësim normal. Roberti gati e fiku, duke menduar se ndoshta Besa e kishte regjistruar gabimisht, se nuk kishte asgjë të rëndësishme aty. Por pastaj filloi. Zëri i Veronikës ndryshoi ton kur ju drejtua dikujt. Jona, pse je përsëri me këtë uniform të zhubrosur? Sa herë do të më duhet të them se kjo nuk është e pranueshme? Mendon se je kudo? Kjo këtu është një shkollë serioze. Roberti rudhi vetullat. Toni ishte i ashpër, i paduruar, krejtësisht i ndryshëm nga Veronika e dashur që ai njihte. Vazhdoi të dëgjonte. Zëri i një vajze, i vogël, i friksuar, duke u përpjekur të shpjegonte diçka për gjyshen që ishte sëmur. Dhe Veronika duke e ndërprerë, nuk dua justifikime. Dua që ti të mësosh të paraqitesh siç duhet. Të tjerët ja dalin, pse ti jo? Roberti ndjeu një siklet që i rritej në gjoks. E çoi përpara regjistrimin. Më shumë mësime, më shumë komente. Jona, erdhe përsëri pa bërë detyrat? Gjithmonë e njëjta gjë. Ndoshta kjo bursë po shpërdorohet tek ti zëri i ftohtë, i llogaritur, i ngarkuar me një përbuzje të fshehur keq. Roberti e ndaloi regjistrimin, kaloi dorën nëpër fytyrë. Kjo nuk mund të ndodhte. Veronika ishte një edukatore me përvojë, një grua që fliste me kaq pasion për transformimin e jetëve përmes arsimit. Si mund të trajtonte një fëmijë në atë mënyrë?
vazhdoi të dëgjonte, tani me një vëmendje të dhimbshme. Orë të tëra regjistrimi. Ditë të tëra mësimi. Dhe në secilën prej tyre i njëjti model, Veronika e ëmbël dhe e vëmendshme me besën dhe nxënësit e tjerë nga familje të pasura, por mizore, sarkastike, poshtëruese me Jonën dhe nxënësit e tjerë bursisë. Komente për rrobat e vjetruara, për flokët e parregull, për vonesat e shkaktuara nga autobusët që prisheshin, për punët e bëra me materiale të thjeshta sepse ishte gjithçka që ata fëmijë kishin mundësi të kishin. Pati një moment specifik që e bëri Robertin të mbyllte syt, duke i shtrënguar fort. Ishte skena e provimit të matematikës. Zëri i Veronikës duke thënë, përpara gjithë klasës, shikoni pak, Jona nuk arrin të bëj asnjë mbledhje bazike. Ndoshta matematika është shumë e vështirë për të. Ndoshta ajo duhet të kthehet në një shkollë më të thjeshtë, ku niveli të jetë më i përshtatshëm për aftësitë e saj. Heshtja e sikletshme që pasoi. Dhe pastaj, me zë të ulët, pothuajse të padëgjueshëm, zëri i besës duke i përshpëritur dikujt, mos qaj, Jona. Ti je e zgjuar, mos e beso atë që po thoh. Roberti e fiku regjistruesin. Duart i dridheshin. Ndjeu një të përzier që i ngjitej në fyt. Gruaja që ndante shtratin me të që përgatiste mëngjesin çdo mëngjes që e pufte në ball para se të flinte, që ajo kishte prezantuar miqve dhe familjes si personin që e kishte ndihmuar të fillonte nga e para pas vdekjes së Marinës. Kjo grua ishte një abuzuese. Po poshtëronte fëmijë të pambrojtur duke përdorur fuqinë e saj si mësuese për të shkatëruar vetvlerësimin e vajzave dhe djemve që tashmë vinin nga kontekste kaq të vështira. Dhe ai, Roberti, e kishte financuar gjithë këtë. Parat e tij kishin shkuar në atë shkollë, në atë fondacion, me premtimin për të ndihmuar fëmijët në nevojë. Dhe në fund, çfarë po ndodhte? Këta fëmijë po torturoheshin emocionalisht, ndërsa ai besonte se po bënte mirë. Ironia mizore e situatës e goditi me forcë të plotë. Ai ishte krenuar aq shumë që ishte një bamirës që po përdorte pasurinë e tij për të krijuar mundësi. Por në të vërtetë kishte qenë vetëm një budalla, një idiot që nuk shihte se çfarë po ndodhte nën hundën e tij. Duhej të mendonte. Duhej të vendoste se çfarë të bënte. Shikoi orën, kishte kaluar ora 7 e mbrëmjes. Veronika u shfaq në derën e zyrës duke trokitur lehtë, i dashur, darka është gati. Po vjen. Roberti e shikoi dhe, për herë të parë që kur u njohën, pa një të huaj aty. Ajo fytyrë që e kishte puthur kaq herë, ata sy që dukeshin kaq të sinqert, ajo gojë që thoshte të dua çdo natë. Kush ishte vërtet ajo grua? Arriti të artikulonte një përgjigje, po vetëm duhet të mbaroj diçka këtu. Veronika buzëqeshi dhe mbylli derën. Roberti e ruajti regjistruesin në një sirtar të mbyllur, u përpoq të riorganizonte mendimet. Nuk mund ta konfrontonte Veronikën tani, jo pa pasur një plan. Kishte nevojë për ndihmë, kishte nevojë të kuptonte shtrirjen e asaj që po ndodhte. Kjo shkonte përtej një mësueseje që ishte mizore. Kishte diçka më të thellë, më strukturore. Ju kujtua Gabriela Malaj, një avokate e specializuar në të drejtën arsimore që kishte bërë disa punë për kompaninë e tij vite më parë. Ajo ishte serioze, kompetente dhe, më e rëndësishmja, kishte përvojë me raste që përfshinin abuzime në institucione arsimore. I dërgoi një mesazh Gabrieles në celular, kam nevojë për një konsult urgjente për një rast delikat që përfshin shkollën e vajzës sime. Mund të më presësh nesër? Përgjigjja erdhi shpejt, sigurisht, Robert. Në zyrën time, në 10 të mëngjesit. Roberti e ruajti celularin dhe shkoi për darkë, duke u përpjekur të sillej normalisht, por çdo fjalë që thoshte Veronika tingëllonte e rreme, çdo buzëqeshje dukej si një maskë. Besa hante në heshtje, duke parë her pas here të atin, duke u përpjekur të lexonte në sytë e tij nëse kishte dëgjuar, nëse kishte kuptuar. Pas darkës, kur Veronika shkoi të bënte dush, Roberti e thiri besën në dhomën e saj. Mbylli derën dhe u gjunjëzua para së bijës, duke i mbajtur duart e vogla. Dëgjova gjithçka, dashuria ime. Dëgjova gjithçka dhe ti ishe shumë trime që ma tregove këtë. Roberti pa sytë e së bijës të mbusheshin me lodh. Vajza e përqafoi të atin me forcë dhe i përshpëriti, kisha frikë se nuk do të më besoje. Kisha frikë se do të mendoje se po shpikja. Roberti e shtrëngoi të bijen pas gjoksit, kur nuk do të dyshoja tek ti, më fal që nuk e kuptova më parë. Më fal që nuk të dëgjova kur u përpoqe të më tregoje. Atë natë, Roberti mezi arriti të flinte.
I shtrirë pranë Veronikës, e cila flinte qetësisht, ai shikonte tavanin duke procesuar gjithçka. Mendonte për Jonën, atë vajzë që mezi e njihte, që ishte pjesë e projektit që ai financonte. Mendonte se sa fëmijë të tjerë po vuanin. Mendonte se sa naiv kishte qenë, se si kishte besuar në diskurse të bukura pa verifikuar se çfarë ndodhte vërtet në praktikë. Të nesërmen në mëngjes, Roberti shpiku një justifikim për një mbledhje të rëndësishme dhe doli herët. Arriti në zyrën e Gabriela Malajt saktësisht në orën 10. Ajo e priti në një sallë të madhe, me rafte plot me libra juridik dhe një tavolinë të organizuar. Gabriela ishte rreth 45 vjeç, me flokë të thinjur të lidhur në një topuz, syze me skelet të hollë dhe një shikim depërtues. Ulu, Robert. Më trego se çfarë po ndodh. Roberti nxori regjistruesin nga xhepi dhe e vendosi në tavolinë. Para se ta dëgjosh këtë, duhet të dish kontekstin. I tregoj gjithçka, shpërnguljen në Durrës, regjistrimin e Besës në Kolegjin në Harmonia, investimin në fondacionin e bursave, marrëdhënien me Veronikën, perceptimin e Besës për mënyrën se si Njerka trajtonte shoqen bursiste, vendimin e vajzës për të regjistruar mësimet. Gabriela dëgjonte në heshtje, duke bërë shënime të herpashershme. Kur Roberti vuri regjistrimet, Gabriela u bë gjithnjë e më serioze. Ndalonte her pas here, i kërkonte të kthente ndonjë pjesë, e dëgjonte përsëri. Kur regjistrimi mbaroi, ajo hoqi syzet dhe fërkoi sy. Robert, kjo që më tregove është serioze. Shumë serioze. Nuk është thjesht çështje e një mësueseje që është tepër kërkuese. Ajo që është regjistruar këtu karakterizohet si ngacmim moral, abuzim psikologjik ndaj të miturve dhe ndoshta diskriminim socioekonomik. Kjo mund dhe duhet të ketë pasoja juridike. Roberti ndjeu një lehtësim dhe një tmerr në të njëjtën kohë. Lehtësim sepse dikush konfirmonte se kjo ishte reale, se nuk po egzageronte. Tmerr sepse kuptoi se ajo që do të vinte më pas do të ishte shkatëruese. Gabriela vazhdoi, përveç kësaj, ka shenja se ky nuk është një rast i izoluar. Ti përmende se kanë nxënës të tjerë bursistë që trajtohen në të njëjtën mënyrë. Kjo sugjeron një model institucional. Shkolla, drejtoria, koordinimi, të gjithë mund të jenë të përfshirë, qoftë aktivisht ose me anë të mosveprimit. Ajo hapi një dosje dhe nxori disa dokumente. Vitet e fundit, kam ndjekur një rritje të rasteve të abuzimit psikologjik në shkollat private që adoptojnë projekte sociale. Është një situatë komplekse, institucioni shet një imazh të përfshirjes dhe përgjegjësisë sociale, por në praktik i trajton nxënësit bursistë si qytetarë të klasit të dytë. Mësuesit dhe stafi i ri prodhojnë paragjykime klasore, shpesh në mënyrë të fshehtë, duke krijuar një mjedis armiqësor për këta fëmijë. Roberti i përthithi ato fjalë me vështirësi. Dhe çfarë të bëj tani? Gabriela mendoi për një moment. Së pari, kemi nevojë për më shumë prova. Këto regjistrime janë një fillim i shkëlqyer, por kemi nevojë për dokumentacion shtesë, raporte shkollore, komunikime mes mësuesve dhe drejtorisë, dëshmi të punonjësve të tjerë, nëse është e mundur. Së dyti, nuk mund ta konfrontosh Veronikën apo shkollën ende. Nëse e bëjmë këtë në mënyrë të nxituar, ata do të mbyllen, do të shkatërrojnë prova, do të krijojnë narrativa mbrojtëse. Kemi nevojë për një strategji. Roberti u pajtua. Gabriela sugjeroi që ai të mbante rutinën normale në shtëpi, të mos linte të kuptojë se dinte gjë, ndërsa ajo do të fillonte të hetonte kolegjin në Harmonia në mënyrë diskrete. Gjithashtu e udhëzoi që të kërkonte familje të tjera të nxënësve bursistë, të përpiqej të kuptonte nëse kishte më shumë raste, më shumë viktima. Dhe ka edhe diçka tjetër, Robert, tha Gabriela, duke e parë drejt në sy. Ti përmende se investon para në këtë fondacion. Duhet të auditojmë se ku po shkojnë këto para. Në raste si ky, është e zakonshme të ketë shpërdorime financiare, përdorim të padrejtë të burimeve, kontrata të mbifaturuara me kompani fantazm. Abuzimi moral zakonisht ecën krah për krah me korrupsionin. Kjo ishte një tjetër goditje. Roberti kishte nënshkruar kontrata, kishte transferuar shuma të konsiderueshme, duke besuar se gjithçka do të përdorej siç duhet. Dhe tani zbulonte se mund të kishte qenë jo vetëm naiv në lidhje me trajtimin e fëmijëve, por edhe viktimë e një skeme financiare. Gabriela pa shprehjen e tij dhe e zbuti tonin, e di që është shumë për të procesuar. Por ti po bën gjën e duhur. Shumë prindër, kur zbulojnë diçka të tillë, preferojnë të bëjnë sikur nuk kanë parë, të mbrojnë imazhin e tyre, të shmangin skandale.
Ti po zgjedh të mbrosh këta fëmijë. Kjo është e rrallë dhe e rëndësishme. Roberti doli nga zyra e Gabrielës me kokën e rënduar, por me një plan. U kthye në shtëpi dhe gjeti Besën duke parë filma vizatimor në sallon. Veronika kishte dalë për një mbledhje në shkollë. Ai ul pranë së bijës dhe i tha, do ta zgjidhim këtë, dashuria ime. Të premtoj se do ta mbrojmë Jonën dhe të gjithë fëmijët e tjerë. Por do të duhet pak kohë dhe ti duhet të jesh e duruar dhe trime, në rregull? Besa shikoi të atin dhe pohoi me kokë, serioze. Pesha mbi supet e asaj vajze 8 vjeçare ishte e pamas, por ajo ishte e gatshme ta mbante nëse kjo do të thoshte drejtësi për shoqen e saj. Në ditët në vijim, Roberti filloi të lëvizte në mënyrë diskrete. Gabriela i kishte rekomanduar një kontabilist forenzik të besuar, Markurike, i cili filloi të analizonte të gjitha dokumentet financiare të fondacionit të bursave. Roberti i ofroi kontratat, vërtetimet e transfertave, raportet që shkolla dërgonte për përdorimin e burimeve. Marku punoi shpejt dhe, në më pak se një javë, u kthye me zbulime shqetësuese. Në një takim në zyrën e Gabrielës, Marku prezantoi përfundimet e tij. Robert, nga 2 milion eurot që ke investuar në fondacion në 8 muajt e fundit, vetëm rreth 40% ka arritur efektivisht të nxënësit në formën e bursave, materialeve shkollore dhe uniformave. Pjesa tjetër ka shkuar për kosto administrative të fryra, pagesa për kompani konsulence që duken të jenë fantazm, rinovime në zona të shkollës që nuk përdoren nga bursistët, blerje pajisjesh të mbifaturuara. Roberti ndjeu zemërimin të vlonte. E kishin vjedhur. Kishin përdorur parat e tij, dëshirën e tij të sinqertë për të ndihmuar, për të pasuruar në kurriz të fëmijëve të pambrojtur. Gabriela shtoi, dhe ka më shumë. Kam marrë informacione nga një burim brenda shkollës. Një punonjëse që është e gatshme të flasë me ne, por ka frikë se do të humbas punën. Ajo mund të ketë informacione të vlefshme për mënyrën se si operon institucioni. Punonjësja ishte Kamila. Gabriela kishte arritur të merrte kontaktin e saj përmes një rrjeti profesionistësh të arsimit që ndanin shqetësime për abuzimet në shkolla. Kamila pranoi të takojë me Robertin dhe Gabrielën në një kafene larg shkollës, të shtunën në mëngjes. Kur arriti, ishte dukshëm nervoze, duke parë anash, me frikën se do të njihej. Roberti dhe Gabriela e qetësuan, i garantuan se ajo bisedë do të ishte konfidenciale. Kamila filloi të fliste dhe ishte sikur një digë të çahej. Tregoi për gjithçka që kishte vëzhguar në muajt e fundit, trajtimin e diferencuar që u bëhej nxënësve bursist, jo vetëm nga Veronika por edhe nga mësues të tjerë, mënyrën se si koordinimi pedagogjik injoronte ankesat, ekzistencën e një dhome të quajtur zyrtarisht hapësire e rregullimit emocional, por që në praktik përdorej për të izoluar fëmijët që konsideroheshin problematik, veçanërisht bursistët. Ajo nxori nga çanta një fletore dhe ia dha Robertit. Këtu janë shënimet e mia, data, orare, përshkrimet të situatave që kam dëshmuar. U përpoqa t'ja çoja këto drejtorisë, por më heshtën. Më thanë se isha e re në profesion, se nuk i kuptoja metodat pedagogjike të shkollës, se isha tepër e ndjeshme. Por unë e di se çfarë pash. Dhe e di se është gabim. Gabriela shfletoi fletoren. Shënimet e Kamilës ishin të detajuara, të sakta. Kishte regjistrime të fëmijëve që liheshin pa pushim si ndëshkim për vonesat, komente përçmuese për rrobat dhe pamjen, kërcënime të qarta për humbjen e bursës. Kishte gjithashtu printime të emaileve të shkëmbyra mes anëtarëve të administratës së shkollës, ku diskutonin mënyra për të justifikuar shpenzimet e fondacionit, përmendnin kompani ndërmjetëse, flisnin për mbajtjen e shifrave të bukura për investitorët. Roberti e shikoi Kamilën me mirënjohje. A e ke idenë e rrezikut që po merr duke na treguar këtë? Kamila pohoi me kokë. E kam. Por nuk mund të flem më natën duke ditur se jam bashkëfajtore në këtë. U bëra mësuese për të ndihmuar fëmijët, jo për t'i parë ata të shkatërohen. Nëse e humbas punën, le të jetë. Por nuk mund të hesht më. Gabriela i garantoi Kamilës se do të bënin gjithçka për ta mbrojtur ligjërisht, se ajo do të konsiderohej një denoncuese me mirëbesim, se kishte ligje që e mbronin nga hakmarrja. Gjithashtu i shpjegoi se materiali që ajo kishte ofruar, i kombinuar me regjistrimet e Besës dhe auditimin financiar, formonte një grup të fortë provash. Jemi gati të veprojmë, tha Gabriela. Por duhet ta bëjmë këtë në mënyrë strategjike. Do të paraqes një kallëzim në prokurori duke kërkuar hetim të plot të shkollës.
Gjithashtu do të njoftojmë Ministrinë e Arsimit dhe Zyrën për mbrojtjen e fëmijëve. Kjo do të bëhet një çështje publike, Robert. A je i përgatitur për këtë? Roberti mendoi për Besën, për Jonën, për të gjithë ata fëmijë që zgjoheshin me frikën për të shkuar në shkollë, që ktheheshin në shtëpi me vetvlerësimin e shkatëruar. Mendoi për Marinën, se si do të ishte shkatëruar nëse do të dinte se burri i saj kishte qenë bashkëfajtor, edhe pse pa dashje, në atë lloj abuzimi. Jam i përgatitur, tha ai. Bëj atë që është e nevojshme. Atë natë, Roberti u kthye në shtëpi dhe gjeti Veronikën duke përgatitur darkën, duke kënduar një këngë të lehtë. Ajo buzëqeshi kur e pa dhe erdhi t'i jepte një puthje mirëseardhjeje. Roberti ja ktheu mekanikisht, duke ndier një neveri që duhej ta fshite. Si kaloi dita jote, i dashur? E pyeti ajo. Produktive, u përgjigj ai. Shumë produktive. Gjatë darkës, Besa shikonte të atin, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte. Roberti i bëri një buzëqeshje diskrete së bijës, një buzëqeshje që thoshte, gjithçka po ecën, duro edhe pak. Veronika foli për planet e saj për javën, për një ekskursion që shkolla do të bënte, për sa krenare ishte për performancën e Besës. Çdo fjalë tingëllonte groteske për Robertin, i cili tani shihte falsitetin në çdo gjest, në çdo frazë. Pasi Besa shkoi të flinte, Veronika e përqafoi Robertin në divan dhe i tha, ke qenë i çuditshëm kohët e fundit. Gjithçka në rregull? Ai gënjeu, vetëm stresi i punës. Ajo e puthi në qafë, ti punon shumë. Duhet të relaksohesh. Roberti ndjeu një të dridhur neverie, por u përmbaj. Së shpejti, shumë shpejt, ajo farsë do të mbaronte. Dhe kur të mbaronte, Veronika dhe të gjithë përgjegjësit për atë sistem mizor do të përgjigjeshin për atë që kishin bërë. Të hënën pasardhëse, Gabriela paraqiti kallëzimin në prokurori. Dokumenti kishte më shumë se 50 faqe, duke detajuar të gjitha abuzimet, duke bashkangjitur transkriptet e regjistrimeve, raportet financiare, shënimet e Kamilës. Dëshmit që Roberti kishte arritur të mblidhte nga 2 familje të tjera të nxënësve bursisë që gjithashtu kishin vënë re trajtim të papërshtatshëm. Prokurori i caktuar për çështjen, prokurori Fatmir Kosta, e lexoi materialin dhe mbeti i shokuar nga shtrirja dhe sistematika e abuzimeve. Njëkohësisht, Ministria e Arsimit u njoftua dhe filloi një inspektim të befasishëm në kolegjin në Harmonia. Inspektorët u shfaqën pa paralajmërim, kërkuan akses në dokumente, intervistuan punonjësit veçmas, vëzhguan mësimet. Drejtoria e shkollës u përfshi nga paniku. Doktoresha Silva u përpoq të kontrollonte situatën, por ishte e qartë se diçka shumë serioze po ndodhte. Ishte një të mërkur, saktësisht 15 ditë pasi Roberti kishte dëgjuar për herë të parë regjistrimet, që gjithçka shpërtheu. Prokuroria lëshoi një urdhër pezullimi paraprak për Veronikën dhe drejtoreshën Silva Mema, duke i ndaluar ato të kishin çdo kontakt me nxënësit ndërsa hetimi vazhdonte. Lajmi doli në shtyp. Në gazetat lokale, titujt kryesor bërtisnin, shkollë elite hetohet për abuzim moral ndaj nxënësve bursisë. Mësuesja akuzohet për poshtërimin e fëmijëve të varfër. Veronika e mori njoftimin zyrtar në mes të pasdites. U kthye në shtëpi e zbeth, duke u dridhur me letrat e zhubrosura në duar. Roberti po e priste në sallon. Kur ajo hyri, shikoi burrin e saj dhe kuptoi gjithçka. Ti, pëshpëriti ajo. Ishe ti që e bëre këtë. Roberti u ngrit, e shikoi në sy dhe tha, me një zë të prerë që vinte nga një vend i thellë zemërimi dhe zhgënjimi, jo. Kush e bëri këtë ishe ti, unë thjesht u sigurova që të paguaje për të. Veronika e lëshoi çantën në dyshemen e sallonit. Sytë e saj, që gjithmonë dukeshin kaq të kontrolluar, kaq të llogaritur, tani tregonin panik të pastër. Robert, kjo është një absurditet. Ti nuk kupton. Unë po përpiqesha t'i edukoja ata fëmijë, t'u jepja mjetet për të mbijetuar në një botë të vështirë. Nëse kam qenë e ashpër ndonjëherë, ka qenë sepse duhej të isha. Ata vijnë nga kontekste pa disiplinë, pa strukturë. Roberti ndjeu zemërimin të ngrijej si një val. Pa disiplinë? Jona zgjohet para orës 5 të mëngjesit për të ndihmuar gjyshen e sëmur, merr 2 autobus për të arritur në shkollë, dhe ti mendon se ajo ka nevojë për disiplinë? Ti poshtëroje një fëmijë 8 vjeçar sepse uniforma e saj ishte e zhubrosur, sepse nuk kishte materiale të shtrenjta, sepse kishte guximin të ekzistonte në të njëjtin hapësirë me fëmijët e të pasurve. Kjo nuk është edukim, Veronik. Kjo është mizori.
Veronika u përpoq të afrohej, por Roberti bëri një hap prapa. Jo, tha ai. Mos u përpiq të më manipulosh tani. Dëgjova gjithçka. Çdo fjalë helmuese, çdo poshtërim, çdo kërcënim. Vajza jon, një fëmijë 8 vjeçar, ju desh të fshite një regjistrues në çantë sepse e dinte se askush nuk do ta besonte nëse tregonte. Ti krijove një mjedis me kaq shumë frikë saqë edhe Besa kishte frikë të fliste me mua. Lotët filluan t'i rridhnin nëpër fytyrën e Veronikës, por Roberti nuk ndjeu keqardhje. Ishin lotët e dikujt që u kap, jo të dikujt që pendohet. Duhet të largohesh nga kjo shtëpi sot, tha ai. Tashmë i kam ndarë gjërat e tua. Janë në dhomën e miqve. Mund t'i marrësh të gjitha nesër herët në mëngjes, por sot do të shkosh në një hotel. Nuk dua që të flesh nën të njëjtën çati me vajzën time. Veronika ende u përpoq të argumentonte, të thoshte se gjithçka ishte një keqkuptim, se mund të shpjegonte se ai po ndikohej nga njerëz që nuk e kuptonin kontekstin. Por Roberti nuk dëgjoi më asgjë. Mori telefonin dhe thiri një taksi. 15 minuta më vonë, Veronika doli nga dera me një valixhe të vogël, duke hedhur një shikim të fundit drejt shtëpisë që kishte qenë e saja për gati një vit. Dera u mbyll pas saj dhe Roberti ndjeu sikur një peshë e pamas ishte hequr nga ambienti. U ngjit në dhomën e Besës. Vajza ishte zgjuar, e ulur në krevat, e përqafuar me arushin pelush. E dëgjove, bab? Dëgjove gjithçka? Roberti u ul pranë saj dhe e përqafoi të bijën. E dëgjova, dashuria ime. Dhe Veronika iku. Nuk do të banoj më këtu, nuk do të jetë më mësuesja jote, nuk do t'i bëj më keq askujt. Besa filloi të qante, por ishin lot lehtësimi, çlirimi nga gjithë ai tension që kishte mbajtur për muaj të tërë. A bëra gjën e duhur, bab? A bëra gjën e duhur duke regjistruar? Roberti e puthi në ballë të bijën. Ti bëre gjën më të drejtë dhe më të guximshme që dikush mund të bënte. Shpëtove shoqen tënde dhe shumë fëmijë të tjerë. Jam kaq krenar për ty sa nuk mund ta shpreh me fjalë. Në ditët që pasuan, rasti mori për masa të mëdha. Hetimi i prokurorisë u thellua dhe më shumë prova po dilnin në drilë. Mësues të tjerë të kolegjit Harmonia u pezulluan. Auditimi financiar zbuloi se nuk ishin vetëm 2 milion euro, por gati 5 milion për gjatë 3 viteve që ishin shpërdoruar ose keq përdorur. Drejtoresha Silva Mema kishte një rrjet kompanish fantazm që merrnin pagesa për shërbime të pakryera kurrë. Veronika merrte bonuse sekrete për çdo nxënës bursisë që hiqte dorë ose përjashtohej, sepse kjo lironte burime nga fondacioni për qëllime të tjera. Zyra për mbrojtjen e fëmijëve dëgjoi disa nxënës, përfshirë Jonën. Vajza, fillimisht e frikësuar, u mbështet nga psikologë të specializuar që e ndihmuan të fliste për atë që kishte përjetuar. Ajo tregoi për herët që kishte mbetur pa ngrënë sepse ishte ndaluar të shkonte në pushim, për ditët që kthehej në shtëpi duke qarë sepse ishte poshtëruar përpara shokëve të klasës, për frikën e vazhdueshme se do të humbiste bursën që ishte shansi i saj i vetëm për të pasur një arsim më të mirë. 6 familje të tjera të nxënësve bursist ju bashkuan denoncimin. Secila tregonte histori të ngjashme, fëmijë që trajtoheshin si qytetarë të klasit të dytë, që përdoren si shembull negativ, që ndëshkoheshin për gjëra që nxënësit që paguanin i bënin pa pasoja. Një djalë 9 vjeçar tregoi se ishte mbyllur në atë dhomën e rregullimit emocional për 2 orë sepse ishte ankuar se ishte i uritur. Një vajzë 7 vjeçare tha se mësuesja i kishte thënë se mbante erë të keqe dhe se duhej të bënte dush para se të vinte në shkollë, duke e poshtëruar përpara gjithë klasës. Prokuroria ndërtoi një çështje të fortë. Përveç akuzave penale për keqtrajtim dhe abuzim psikologjik, kishte edhe procesin për shpërdorim fondesh, grup të strukturuar kriminal dhe mashtrim. Shkolla u përpoq të mbrojë, punësoi avokat të shtrenjtë, u përpoq të zhvlerësonte provat, pretendoi se regjistrimet ishin të paligjshme. Por Gabriela i rrëzoi çdo argument. Regjistrimet ishin bërë nga një fëmijë në mbrojtje të ligjshme të një fëmije tjetër, në një mjedis që duhej të ishte i sigurt, por po bëhej skenë e abuzimit sistematik. Çdo gjykatës me një minimum ndjeshmërie do ta kuptonte se ajo provë ishte jo vetëm e vlefshme, por thelbësore. Çështja shkoi në gjyq 6 muaj më vonë. Salla e gjyqit ishte plot. Gazetar, prindër, edukator, aktivistë të drejtave të fëmijëve, të gjithë donin ta ndiqnin. Roberti ishte aty me Besën, e cila kishte këmbëngulur të vinte.
Jona ishte me zonja Meliha, e cila kishte kërkuar leje në punë për herë të parë në vite për të qenë e pranishme. Kamila ishte në fund të sallës, nervoze por e vendosur. Regjistrimet u luajtën në gjykatë. Çdo fjalë mizore e Veronikës kumbonte nëpër muret e asaj salle solemne. Shumë njerëz qanë kur i dëgjuan. Gjykatësi Marcel Balla, një burr rreth të 60-tave me një karrierë të gjatë kushtuar mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, dëgjonte me një shprehje gjithnjë e më të rëndë. Kur erdhi pjesa ku Veronika thoshte se Jona nuk e meritonte bursën, se duhej të kthehej në një shkollë më të thjeshtë, se ishte shumë budallaqe për matematikë, gjykatësi duhej ta ndalonte riprodhimin për një moment, dukshëm i tronditur. Dëshmitarët u dëgjuan. Kamila raportoi gjithçka që kishte parë, paraqiti shënimet e saj, shpjegoi se si ishte përpjekur të denonconte brenda institucionit, por ishte heshtur. Punonjës të tjerë të shkollës, të inkurajuar nga shembulli i Kamilës, filluan të flisnin gjithashtu. Një pastruese tregoi se kishte parë fëmijë duke qarë vetëm në dhomën e rregullimit emocional. Një mësues zëvendësues tha se ishte paralajmëruar nga koordinimi kur u përpoq t'i trajtonte nxënësit bursistë me të njëjtën vëmendje që u jepte të tjerëve. Roberti dëshmoi se si ishte mashtruar, se si kishte investuar miliona duke besuar se po ndihmonte fëmijët, kur në të vërtetë po financonte një sistem abuzimi dhe korrupsioni. Zëri i tij u dridh në disa momente, veçanërisht kur përshkroi guximin e Besës duke regjistruar mësimet fshehurazi. Besa nuk dëshmoi zyrtarisht sepse ishte shumë e vogël, por gjykatësi bisedoi me të privatisht në një mjedis të rezervuar. Vajza i tregoi pse kishte vendosur të regjistronte, se si e kishte parë shoqen duke vuajtur çdo ditë, se si nuk duronte më ta shite atë situatë. Gjykatësi, siç raportoi më vonë Gabriela, kishte mbetur thellësisht i prekur nga pjekuria dhe ndjenja e drejtësisë së atij fëmije. Jona gjithashtu foli me gjykatësin privatisht. Tregoi për ditët e frikës, për kthimin në shtëpi dhe qarjen në prerin e gjyshes, për mendimin për të hequr dorë nga shkolla sepse nuk duronte më poshtërimet. Por tregoi gjithashtu për Besën, për mënyrën se si shoqja kishte qenë drita e saj në ato ditë të errëta, për sa mirënjohëse ndihej që kishte pasur dikë që i besoi kur të gjithë të rriturit dukeshin të verbër. Mbrojtja e Veronikës u përpoq të argumentonte se ajo ishte vetëm një mësuese e përkushtuar, që përdorte metoda tradicionale të disiplinës, se ishte viktimë e një persekutimi të orkestruar nga një ish partner i hidhëruar. Por argumentet tingëllonin të zbrazta përballë provave. Regjistrimet nuk gënjenin. Raportet financiare tregonin qartë shpërdorimet. Dëshmit e dëshmitarëve të shumt konfirmonin një model sistematik abuzimi. Pas 3 javësh gjykim, gjykatësi dha vendimin e tij. Veronika Lesi u dënua me 4 vjet burg për keqtrajtim ndaj të miturve, plus 6 vjet në regjim gjysmë të hapur për pjesëmarrje në skemën e shpërdorimit të fondeve. U ndalua përgjithmonë të ushtronte çdo funksion të lidhur me arsimin. Drejtoresha Silva Mema mori një dënim edhe më të rëndë, 8 vjet burg për krimet financiare dhe 4 vjet për mosveprim dhe bashkëpunim në abuzime, për të vuajtur njëri pas tjetrit. Punonjës të tjerë të përfshirë gjithashtu u dënuan ose pranuan marrëveshje me prokurorinë. Shkollës ju pezullua licenca e funksionimit për një kohë të pacaktuar. Ndërtesa u konfiskua si pjesë e kompensimit të fondeve të shpërdoruara. Dhe këtu filloi pjesa që Roberti e konsideronte më të rëndësishmen, transformimi. Roberti mund të kishte paditur thjesht shkollën për të marrë paratë e tij mbrapsht dhe të vazhdonte jetën. Por ai kishte mësuar diçka thelbësore në ato muaj, se paraja pa mbikëqyrje, pa përfshirje reale, pa angazhim të vërtet, nuk ndryshon asgjë. Kështu që ai i bëri një propozim prokurorisë dhe gjykatësit. Donte të përdorte ndërtesën e konfiskuar, plus burime shtesë të tijat, për të krijuar një qendër arsimore vërtet transformuese. Por këtë herë do të ishte ndryshe. Nuk do të ishte ai, një biznesmen i pasur, që do të diktonte se si duheshin bërë gjërat. Do të ishte një projekt i ndërtuar së bashku me edukator të përkushtuar, psikolog të specializuar në traumën fëminore, asistent social dhe, më e rëndësishmja, me pjesëmarrjen aktive të familjeve të fëmijëve. Kamila, e cila kishte humbur punën në kolegjin Harmonia, por kishte fituar njohje kombëtare si një denoncuese e guximshme, u ftua të koordinonte projektin pedagogjik. Qendra e re, e quajtur Instituti Shpresa, hapi dyert një vit pas gjykimit. Nuk ishte më një shkollë private me një projekt social fasadë. Ishte një institucion komunitar, jo fitimprurës, me menaxhim transparent dhe pjesëmarrës.
U shërbente fëmijëve të gjitha klasave sociale, por me përparësi për ata në situatë të vështirë. Nuk kishte uniforma të shtrenjta, as materiale të paarritshme, as ndarje mes bursistëve dhe atyre që paguanin. Të gjithë fëmijët trajtoheshin me të njëjtin dinjitet, të njëjtin respekt, të njëjtën vëmendje. Instituti kishte mbështetje psikologjike falas për të gjithë fëmijët, veçanërisht ata që kishin pësuar trauma në shkolla të tjera. Kishte bibliotekë komunitare, kopsht të përbashkët, studio arti, fushë sporti të hapur në fundjavë për komunitetin. Mësuesit zgjidheshin jo vetëm për kompetencën teknike, por për angazhimin e sinqert me arsimin gjithëpërfshirës dhe me respekt. Kishte një këshill të formuar nga edukator, prindër, nxënës më të rritur dhe antar të komunitetit që mbikëqyrte gjithçka, duke garantuar se kur më ajo hapësirë nuk do të bëhej sken abuzimi. Jona ishte një nga nxënëset e para të regjistruara. Zonja Melia qau ditën e inaugurimit duke mbajtur duart e Robertit dhe duke e falënderuar vazhdimisht. Zonja nuk kishte fjalë për të shprehur se çfarë do të thoshte të shihte Besën, e cila ishte lënduar kaq shumë, tani të frekuentonte një vend ku vlerësohej, ku mund të ishte fëmijë, ku mund të ëndërronte. Besa gjithashtu studionte në institut. Misia mes saj dhe Jonës ishte forcuar edhe më shumë përmes gjithë asaj që kaluan. Të dyja vajzat, kaq të ndryshme në origjinën e tyre, por kaq të ngjashme në guxim dhe mirësi, u bën të pandashme. Besa mësoi nga Jona për rezistencën, për të luftuar edhe kur gjithçka duket e humbur. Jona mësoi nga Besa se misia e vërtet nuk sheh klasën sociale, se ka njerëz të mirë në botë të gatshëm të rrezikojnë gjithçka për atë që është e drejtë. Roberti ndryshoi thellësisht. Biznesmeni që dikur delegonte gjithçka, që besonte se paraja i zgjidhte problemet vet, u bë një menaxher i pranishëm, i përfshirë. Vizitonte institutin disa herë në javë, bisedonte me mësuesit, me nxënësit, me familjet. Mësoi emrat e të gjithë fëmijëve, dinte historitë e tyre, festonte arritjet e tyre. Zbuloi se pasuria e tij e vërtet nuk ishte në llogaritë bankare, por në ndryshimin real që mund të bënte në jetën e njerëzve real. 2 vjet pas vendimit, në një pasdite me diell të nëntorit, instituti organizoi një shfaqje fundviti. Fëmijët kishin përgatitur pjesë teatrale, kërcime, prezantime muzikore. Jona, e cila dikur ishte e turpshme dhe e tërhequr, ishte në skenë duke kënduar një këngë që e kishte shkruar vetë për te kalimin e vështirësive. Zëri i saj, dikur gjithmonë kaq i ulët dhe i pasigurt, tani kumbonte i qartë dhe plot besim nëpër auditor. Roberti shikonte nga plateja pranë Besës. Shikoi të bien, e cila duartrokiste shoqen me entuziazëm, dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngohej nga krenaria. Ajo vajzë 8 vjeçare kishte pasur guximin që shumë të rritur nuk e kanë. Kishte parë një padrejtësi dhe kishte vendosur të vepronte, edhe pse e dinte se kjo mund t'i kushtonte shumë. Dhe për shkak të saj, 10 fëmijë tani kishin një të ardhme ndryshe. Pas shfaqjes, Jona vrapoi të përqafonte Besën dhe Robertin. Zonja Melia vinte pas, duke buzëqeshur. Gjyshja kishte gjetur një punë më të mirë, me kontratë dhe të drejta, pasi një nga nënat e institutit, pronare e një kompanie pastrimi, mësoi historinë e saj dhe e punësoi me kushte të dinjitetshme. Jeta e zonja Meliës dhe Jonës ende nuk ishte e lehtë, por ishte pafundësisht më e mirë se më parë. Kamila ju afrua grupit duke mbajtur një dosje. Kam një lajm, tha ajo, duke buzëqeshur. Ministria e Arsimit ka kontaktuar. Duan të përdorin modelin e institutit ton si referencë për një politikë kombëtare për luftën kundër abuzimit në shkolla. Do të bëjmë një prezantim në Tiranë muajin tjetër. Roberti ndjeu një emocion të thellë. Ajo që kishte filluar me një vajzë që fshite një regjistrues në çantë, po shndërrohej në diçka shumë më të madhe, diçka që mund të mbronte fëmijët në të gjithë vendin. Atë natë, në shtëpi, Roberti e vuri Besën në gjumë. Ndërsa i rregullonte batanien, ajo i tha, "Bab, mendon se mami do të ishte krenare për mua?" Roberti ndjeu sytë t'i digjinin. "Mamaja jote do të ishte më shumë se krenare, dashuria ime. Ajo të mësoj të jesh e mirë, të mbrosh ata që kanë nevojë, të mos heshtësh kur përballë padrejtësisë. Ti ke nderuar çdo mësim që ajo të dha." Besa buzëqeshi dhe mbylli sytë, më në fund në paqe me gjithçka që kishte jetuar. Roberti zbriti në salon, i shërbeu vetes një kafe dhe mbeti duke parë nga dritarja drejt kopshtit. Mendoi se si jeta kishte marrë kthesa të papritura. Kishte humbur Marinën, ishte mashtruar me Veronikën, pothuajse kishte qenë bashkëfajtor në një sistem mizor.
por në mes të kaq shumë dhimbjeje dhe zhgënjimi, kishte zbuluar diçka të çmuar, se shpengimi i vërtet vjen nga njohja e gabimeve dhe puna aktive për t'i ndrequr ato. Instituti Shpresa nuk e fshinte vuajtjen që Jona dhe fëmijët e tjerë kishin kaluar. Asgjë nuk mund ta fshinte. Por ofronte diçka po aq të rëndësishme, sigurinë se dhimbjet e tyre nuk kishin qenë të kota, se kishin shërbyer për të krijuar diçka të mirë, diçka që do të mbronte fëmijë të tjerë nga kalimi i të njëjtës gjë. 5 vjet pas vendimit, Jona ishte 13 vjeç dhe ishte në klasën e 8. Ishte një adoleshente elokuente, e sigurt në vetvete, me nota të shkëlqyera. Kishte zbuluar një pasion për drejtësinë dhe psikologjinë, ëndërronte të bëhej avokate e specializuar në mbrojtjen e fëmijëve. Donte të ishte për të tjerët ajo që Besa dhe Roberti kishin qenë për të, një zë që beson, që lufton, që nuk dorëzohet. Besa, gjithashtu 13 vjeç, kishte zhvilluar një talent për komunikimin. Merrte pjesë në leksione mbi bullizmin dhe abuzimin shkollor, tregonte historinë e saj para auditorëve të edukatorëve dhe prindërve, gjithmonë duke theksuar se fëmijët mund dhe duhet të denoncojnë kur shohin padrejtësi. Ëndra e saj ishte të studionte gazetari investigative, të përdorte komunikimin si një mjet për drejtësi sociale. Të dyja shoqet vazhdonin të ishin të pandashme. Studionin bashk, ëndërronin bashk, planifikonin se si ta bënin botën një vend më të mirë. Ishin prova e gjallë se misia e vërtet të i kalon çdo barrierë dhe se guximi mund të lindë në zemrat më të pamundura. Roberti, tani 49 vjeç, ishte bërë një aktivist i njohur në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe transparencës në institucionet arsimore. Jepte leksione në përvend, ndihmonte familje të tjera që zbulonin abuzime në shkolla, financonte projekte të ngjashme me Institutin Shpresa në qytete të tjera. Kishte gjetur një qëllim që shkonte shumë përtej fitimeve dhe bilanceve financiare. Veronika po vuante dënimin në një burg në regjim gjysmë të hapur. Kishte marrë pjesë në programe risocializimi, kishte bërë terapi, sipas raportimeve, më në fund ishte përballur me mizorinë e saj. Në një letër që i dërgoi Robertit vite më vonë, i kërkoi falje për vuajtjen që shkaktoi, pranoi se ishte shtyrë nga paragjykime të thella që kur nuk i kishte vënë në dyshim. Nuk priste falje, vetëm donte që ai ta dinte se kishte ndryshuar. Roberti kur nuk ju përgjigj letrës, por e ruajti. Jo si një falje, por si një kujtesë se edhe njerëzit që shkaktojnë shumë të keqe mund të shohin përfundimisht gabimet e tyre. Në një pasdite të shtune, 10 vjet pas atij regjistrimit të parë të fshehur në kutinë e lapsave, Roberti dhe Besa vizituan varrin e Marinës. Sollën lule të freskëta, rregulluan hapësirën me kujdes. Besa, tani një ere 18 vjeçare gati për të hyrë në universitet, u gjunjëzua dhe tha me zë të ulët: "Mami, mendoj se do të ishe krenare për mënyrën se si u zgjidhen gjërat. Babai dhe unë mësuam se të duash do të thotë gjithashtu të luftosh për atë që është e drejtë, edhe kur është e vështirë. Shpresoj të jesh në paqe." Roberti vendosi dorën në shpatullën e së bijës. Marina do të ishte krenare jo vetëm për rezultatin, por për rrugën. Ti ke nderuar kujtimin e saj me çdo zgjedhje që ke bërë, Besa. Çdo ditë që ke zgjedhur guximin në vend të heshtjes, drejtësinë në vend të leverdisë. Besa shikoi të atin dhe buzëqeshi. E kemi nderuar, babë, së bashku. Dhe kështu, historia që filloi me dhimbje, humbje dhe abuzim përfundoi me transformim, shpresë dhe drejtësi. Sepse në fund, siç mësoi Roberti në mënyrë të dhimbshme por përfundimtare, trashëgimia e vërtetë që lëm nuk është te paratë që grumbullojmë apo pozicioni që mbajmë. Është te jetët që prekim, te padrejtësitë që luftojmë, te guximi që kemi për të dëgjuar zërat më të brishtë dhe për të vepruar në mbrojtje të tyre. Jona, Besa, Roberti, Kamila, zonja Meliha, secili prej tyre mësoi se drejtësia nuk është diçka që bie nga qielli. Ajo ndërtohet ditë pas dite nga njerëz të zakonshëm që refuzojnë të bëjnë sikur nuk e shohin vuajtjen e tjetrit. Ajo ushqehet nga guximi i një fëmije që fsheh një regjistrues në çantë sepse beson se shoqja e saj meriton dinjitet. Ajo mbështetet nga vendosmëria e një babai që zgjedh të vërtetën në vend të rehatisë. Ajo forcohet nga trimëria e një punonjëseje që rrezikon punën për të bërë atë që është e drejtë. Dhe në fund, është kjo rrjet guximesh të vogla individuale që transformon botën, një akt në të njëjtën kohë, një fëmijë në të njëjtën kohë, një padrejtësi e zgjidhur në të njëjtën kohë. Sepse nëse ka diçka që kjo histori mëson, është se askush nuk është shumë i vogël apo shumë i dobët për të bërë ndryshim. Mjafton të kesh guximin të shtypësh butonin e regjistrimit kur të gjithë preferojnë heshtjen.
Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Robertit, Besës dhe Jonës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me guximin e kësaj vajze që nuk heshti përballë padrejtësisë, klikoni butonin më pëlqej tani. Abonoheni në kanalin ton për të marrë më shumë histori që zbulojnë anën më të vërtetë dhe të guximshme të shpirtit njerëzor. Dhe na tregoni në komente, a keni dëshmuar ndonjë situatë padrejtësie që ju ka lënë mbresa? Çfarë bëtë në lidhje me të? Historia juaj mund të frymëzojë njerëz të tjerë të veprojnë gjithashtu. Çdo ditë sjellim rrëfime intensive si kjo, që tregojnë se si guximi i një personi të vetëm mund të transformojë jetën e shumë të tjerëve. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do të prek emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të reflektoni për botën në të cilën jetojmë.